Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Limoni në dhomën tuaj të gjumit mund t'ju shpëtojë jetën, ja sekreti. Limoni, përveç të qenit një agrume pasur me proteina, minerale dhe lëndë ushqyese të domosdoshme për ta mbajtur trupin në lëvizje të vazhdueshme, është një nga komponentët që tërheq energji më të mirë dhe largon të këqijat, citojnë ekspertët e Healthline. Këto fruta që përdoren në Feng Shui edhe në budizëm për të shmangur shpirtrat e këqij dhe vendosjen e tyre në dhomën tuaj mund të ndryshojë jetën tuaj. Shumë kultura kanë pohuar se, pas kryerjes së ritualeve energjike me limon të freskët, jeta e tyre ka ndryshuar rrënjësisht dhe përgjithmonë, duke mos përjetuar më stres, duke ndryshuar emocionet dhe hidhërimet e trupit. Dëshironi të dini se si të hiqni të gjitha ndikimet negative nga jeta juaj. Limoni me krip mund të jetë një arsye. Ky ritual mund të përmirësojë energjinë tuaj shpirtërore, duke u vënë edhe në dhomën tuaj një zgjidhje alternative kundër këtyre problemeve, citojnë ekspertët. Për të përgatitur këtë ritual, duhet të merrni një limon të freskët. Gjithashtu, edhe me një thik ta prisni atë në kryq, por gjysmë jo plotësisht deri në fund. Në secilën pjesë vendosni krip. Pas këtij hapi, mbylleni dhe vendoseni në shtrat dhe në tryez ose në një cep të hyrjes së shtëpisë. Kështu do të kuptoni edhe nëse energjia negative do të absorbohet dhe mendimet e këqija dhe ngarkesat e rënda do të absorbohen nga fruti dhe do të rimineralizohet edhe jeta juaj. Pasi do të rrisë energjinë pozitive dhe mbi të gjitha do të mbaj larg edhe komplikacionet që mund të renditen. Bëjeni këtë për 3 ditë me radhë dhe do të shikoni ndryshimet. Udhëtoni me limon. Ky është një ritual relativisht i thjeshtë, sepse gjitha çfarë ju duhet të bëni është të merrni një limon, ta vendosni në çantën tuaj përpara se të dilni nga shtëpia dhe ta mbani atë gjatë gjithë ditës me vete. Kur të ktheheni në shtëpi do të vini re se ai do të jetë tharë. Kjo për shkak se në rrugë ka shumë presion nga të gjithë njerëzit dhe ne tentojmë të absorbojmë energji negative. Prandaj, para se të arrijë energjia negative të kalojë në trupin ton, të riqet nga agrumet. Lëngu i limonit gjithashtu mund të jetë një ndihmës shumë i mirë për ju. Ju mundeni të përdorni lëngun e limonit edhe në përzierje me ujin për të pastruar pajisjet në mënyrë që të shmangni ngarkesat e rënda, mendimet e këqija dhe subjektet të cilat ndikojnë negativisht rreth jush. Gjethet e kësaj agrume gjithashtu mund të japin rezultate pozitive në këtë aspekt. Besohet se nëse përgatisni një çaj me gjethe limoni për ta pirë atë përpara se të shkoni në shtrat për 7 ditë me radhë, do të rrisni gjithashtu edhe performancën tuaj. Ka njerëz që e kanë përdorur atë si një alternativë produktive dhe i ka dhënë gjithashtu rezultatet e shumë pritura. Limoni është një agrume shumë e shijshme e cila mund të sjellë dobi të larmishme për organizmin tuaj. Limoni mund të cilësohet si një nga frutat më të mira për kujdesin dhe për pamjen, dhe nuk ka të krahasuar me asnjë produkt tjetër në mbar botën, citojnë ekspertët. Në këtë video, sipas dhe Elsaj, do të rendisim disa nga dobit shëndetësore që do të merrni fal konsumit të limonit. Tretja më e mirë. Përzjeni disa prerje limoni me ujë dhe pini këtë çdo mëngjes për të ndihmuar në tretjen gjatë ditës. Limoni do të stimulojë mëlçinë dhe kjo do të ndihmojë gjithashtu edhe në tretjen më të mirë produktive. Gjithashtu limoni ka veti të mira diuretike. Nëse vuani nga ndonjë infeksion i traktit urinar ose keni nevojë të zvogëloni lëngjit në trupin tuaj ose për çfarëdo lloji arsye, limoni është një diuretik i shkëlqyer natyral që ndihmon në largimin e ujit të tepërt dhe të padëshiruar nga trupi. Thjesht përgatituni që të shkoni më shpesh në tualet. Ka veprim antiseptik. Lëngu acidik i limonit vret bakteriet e dëmshme, gjë që e bën atë një antiseptik natyral që mund të aplikohet në çarje të vogla ose infeksione të tjera. Prap do ju themi se kjo do ju jap edhe gjithashtu një ndjenjë më të mirë. Limoni mund të përdoret gjithashtu si një pastrues për fytyrën tuaj. Lëngu i limonit ndihmon në luftimin e rrullave, akneve, puçrave, madje edhe piklave të vogla. Përzjeni lëngun e limonit
Gjithashtu dhe aplikoni atë në një gotë me ujë. Aplikoni në fytyrë dhe kjo do ju bëjë që të keni një lëkurë plot me shkëlqim dhe gjithashtu do të largojë edhe problemet tuaja të grimit. Nëse doni një kujdes më të mirë të gojës, hidhni pak lëng limoni në një shtop pambuku dhe aplikoni atë në mishrat e dhëmbëve, sidomos edhe për të pasur një higjenë më të mirë orale, për të mbajtur larg komplikacionet dhe për të siguruar gjithashtu një dukje më të mirë të higjienës suaj së përgjithshme. Kjo është një mundësi e shkëlqyer se si mund të aplikoni atë në mbajtjen larg të këtyre shqetësimeve. Lëngu i limonit mund të përdoret si një mënyrë alternative edhe për të zvogëluar gjithashtu temperaturën në trupin tuaj. Limoni mund të përdoret për të lehtësuar këto shqetësime. Për shkak të sasive të larta të potasit që ka lëngu i limonit mund të ndihmojë gjithashtu edhe si një frut i mirë kundër tensionit të lartë të gjakut. Kjo për shkak se potasi vepron edhe kundër sodiumit. Nëse vuani nga depresioni, mundet të konsumoni gjithashtu lëngun e limonit. Pirja e lëngut të limonit, të përzierë disa herë çdo ditë në ujë, mund të ketë gjithashtu efekte qetësuese, relaksuese dhe zbutëse të lëvizjeve të shpeshta të tensionit. Ai ka veti të mira antioksiduese. E gjithë vitaminat C që gjendet tek limoni bën një mrekulli për trupin tuaj si një pastrues i gjakut dhe ndihmon gjithashtu edhe në forcimin e sistemit imunitar. Gjithashtu studime të ndryshme mjekësore kanë treguar se përdorimet e larta të vitaminës C do të ndihmojnë në luftën kundër sëmundjeve të ndryshme, siç mund të jetë ajo kundër radikaleve të lira dhe komplikacioneve të ndryshme trupore. Limoni mund të ndihmojë në një sër aspektesh, dhe përdorimi i tij, qoftë në formën e lëngut ose aplikimi në mënyra të ndryshme, mund të japë rezultate të kënaqshme në shëndetin tuaj. Limoni është një bimë e cila mund të ofrojë shumë përfitime në dobi të organizmit. Fruti zakonisht përdoret për lëngun e tij, gjithashtu tuli dhe lëvorja mund të përdoren edhe në kuzhinë. Lëngu i limonit përmban 5% acid i cili jep frutit shijen e thartë dhe pH 2 deri në 3 shkallë. Kjo e bën lëngun e limonit të lirë sepse është i gatshëm të përdoret edhe në përdorime të ndryshme. Limoni përdoret edhe si bazë për gatime të shumta në kuzhinë, por më së shumti njihet për prodhimin e limonadës dhe pijeve të tjera me bazë limoni. Një limon mesatar përmban rreth 3 lugë gjedhe me lëng. Duke i lënë limonat të arrijnë një temperaturë të dhomës, keni mundësi të nxirrni lëngun më lehtë. Lëngun e limonit për një kohë mund ta konsumoni në forma të ndryshme. Gjithashtu, ato mund të aplikoni në dobi të organizmit tuaj dhe mund t'i jap trupit veti të mira ushqyese. Limoni, kjo agrume, është shumë e mirë dhe mund të ofrojë shumë vlera për organizmin, por për fat të keq limoni nuk mund të hahet veçmas, po aq sa frutat e tjera. Për fat të mirë ai mund të shkojë me çdo ushqim. Vitaminat dhe mineralet janë pasuria më e madhe që na ofron limoni, duke u kthyer në një prej frutave më të shëndetshëm. Mënyra e shijimit të limonit është e shumtë dhe e shëndetshme. Limonin mund ta shtrydhni në ujë, ta pini për mëngjes, mund ta përdorni në sallata, në supë, ndërkohë që lëkura e tij mund të përdoret në ëmbëlsira. I gjithë fruti ofron mirësinë gjithëpërfshirëse, ndaj në këtë video do të listojmë sipas health.com disa nga përfitimet që do të merrni nga konsumi i këtij fruti çdo ditë. Do të dukeni më të rinj. Nëse konsumoni më shumë limon, lëkura juaj do të marrë shkëlqimin e shëndetit. Limoni është i pasur me vitaminën C dhe mban larg korrullat dhe hidraton lëkurën. Tensioni i gjakut do të ulet. Ngrënia e rregullt e limonit çdo ditë ul tensionin dhe kjo nuk do të thotë se limoni është i vetmi që ju duhet për të mbajtur tensionin në nivele të përshtatshme. Sidoqoftë e vërteta është se me një limon në ditë rregullohet niveli i tensionit. Mban larg inflamacionin. Vitamina C tek limoni është i nevojshëm kundër ftohjes, lodhjes, problemeve me tretjen, luhatjeve të humorit. Vitamina C lufton inflamacionin që është vatra e shumë problemeve kronike. Kjo vitaminë është e domosdoshme në mbrojtjen e qelizave imune dhe sigurisht edhe në një mirëqenie më të mirë të shëndetit. Nëse doni të jeni më të hidratuar dhe të mos vuani nga era e keqe e gojës, atëherë përdoreni limonin sa më shpesh në dietën tuaj për të marrë këto të mira. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.